Mbajtja e elastikut në dorë mund t'ju rrezikojë seriozisht jetën. Ndoshta keni dëgjuar se mbajtja e elastikeve të flokëve në dorë mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj, por mbase nuk i keni kushtuar shumë vëmendje. Rezulton se kjo nuk është thjesht një histori të merri nga mjekët, por një realitet që duhet të merret seriozisht. Arsyet mund të shkaktojë probleme në qarkullimin e gjakut. Kur vendosni një elastik flokësh në kyçin e dorës, ju shtrëngoni enët e gjakut dhe si rezultat mund të zhvilloni sindromën e tunelit karpal, i cili shkakton dhimbje dhe mpirje të gishtrinjve. Mund të shkaktojë një infeksion kërcënues për jetën. Andre Kopp nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregoi se çfarë mund të ndodhë nëse vazhdimisht e bëni këtë veprim. Ajo gjeti një gung në dorë që zmadhohej vazhdimisht. Mjeku i dha antibiotik, por ato nuk e ndihmuan dhe ajo ju nënshtrua një operacioni. Rezulton se kur mbani elastik flokësh në dorë për një kohë të gjatë, lëkura dëmtohet për shkak të fërkimit dhe ngjeshjes. Bakteret nga vetë elastiku dhe nga lëkura mund të hyjnë në këtë plagë dhe ta infektojnë atë. Mund të prish pamjen tuaj. Po, mbajtja e një elastiku flokësh në dorë nuk është as pak elegante. Do të ishte shumë mirë të zgjidhnit një byzylyk elegant ose orë që t'i përshtatej më së shumti pamjes tuaj.